Universiteti i Europës Juglindore në Shkup do të ndryshojë godin. Ai do të vendoset në urën e qershisë së vjetër të Shkupit, e njohur ndryshe si Ishë Shtëpia e Mallrave Most. Objekti i ri synon krijimin të një mjedisi urban dhe modern për arsim. Rektori i Universitetit të Europës Juglindore Zamir Dika tha se destinacioni i ri i universitetit paraqet një simbolik të fuqishme në realizimin e një projekti shumë gjuhësor dhe shumë kulturor. Pikërisht ura Most Bridge u zgjodh si destinacion për këtë projekt, edhe si një simbolik e fuqishme në drejtim të realizimit të këtij projekti shumë gjuhësor dhe shumë kulturor, që lidhen jo vetëm kultura dhe njerëz të ndryshëm në Maqedoni, të jap gjithashtu një input ekonomik komunës Qendër, komunës së Çajirit, do gjallëron atë me prezencën e studentëve dhe stafit ton, por që do jetë aktive dhe në krijimin e projekteve me komunitetin e këtyre dy komunave dhe në bashkëveprim me ta. Objekti i ri i Universitetit të UAL-s në Shkup është edhe pika që lidh dy komuna të Shkupit, atë të Çajirit me atë të Qendrës. Dy krerët e komunave në fjalë uruan mirëseardhje në universitetit dhe shprehën gatishmëri për bashkëpunim. Kjo urë lidh komunën e Çajirit dhe atë Qendër, ndërsa për mua paraqet një kënaqësi të veçantë të jem këtu dhe gjithmonë si kryetari i komunës së Qendrës do ta mbështes këtë lidhje. Vlerësoj se me këtë që po bëjmë sot, vendosjen e këtij universiteti këtu tregon se ja kemi arritur qëllimit, për shkak se universiteti është vendi ku njohim njëri tjetrin, ku duhet të jemi bashkë dhe të mësojmë bashkë në gjuhë të ndryshme. Dal nga dal po rrumbullaksohet ideja që kjo pjesë e Shkupit, Shkupi i vjetër, të jetë qendër e universiteteve. Këtu në afërsi është Universiteti Kirill dhe Metodi, është Universiteti Shtetëror i Tetovës, Universiteti Ballkanik, dhe ky mozaik nuk do ishte i plot nëse këtu në qytetin e vjetër të Shkupit nuk do ishte edhe një ndër universitetet më të suksesshme, Universiteti i Evropës Juglindore. Punimet për ndërtimin e objektit të ri të Universitetit të Europës Juglindore pritet të përmbyllen brenda 2 muajve. Ai do të jetë gati për vitin e ri akademik. Punimet do të kapin një vlerë prej 600.000 eurosh. Sipas përfaqësuesve të UAL-s, iniciativa e sotme është zgjedhur simbolikisht të përurohet në ditën e pavarësisë së SHBA-ve, të cilët janë një ndër themeluesit e këtij universiteti.